Piktori Bledar Çakalli, i cili ka spikatur për realizimin e pikturave murale dhe grafiteve me motive patriotike dhe historike kombëtare në mbar Shqipërinë, është rikthyer te kura që lidh dy lagjet e qytetit të Buqizës. Krahas portreteve të figurave të shuara të kombit shqiptar, Çakalli ka shtuar edhe dy figura të tjera patriotike. Portreti i Shkëlqen Haradinaj dhe komandant Teli. Sipas piktorit, këto dy figura i kanë bërë nder jo vetëm Kosovës e Maqedonisë së Veriut, por mbar kombit shqiptar me aktet e tyre heroike. Çakalli thotë se ky është më shumë një mision se sa një punë, pasi nuk ka marrë mbështetje nga institucionet vendore apo qendrore. Është Shkëlqen Haradinaj, Trimi Dugagjini dhe një figurë shumë e lartë kombëtare, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës. Komandant Teli është nga Berati, Korçova, është një figurë po ashtu kombëtare që është vrarë në luftën e Maqedonisë, që ka dhënë një kontribut shumë të madh për çështjen kombëtare dhe bashkimin e trojave shqiptare. Për fat keq nuk kam ndihmë apo nga shteti, por as nuk kam kërkuar të kem ndihmë për arsye që historia e kombit shqiptar duhet mbrojtë dhe duhet ndërgjegjësim në radh parë. Tashmë janë goxha vitet në terren kalojnë dhe kauza po ngjilet e njëjtë. Mund të them që ka nisë që në moshën e adoleshencës, por që janë bërë person publik ka 6-7 vite, diçka e tillë. E thash edhe pak më parë që ndërgjegjësimi duhet nga gjithë, jo vetëm nga një individ ose një person. Historia duhet mbrojtë edhe nga institucionet edhe nga vetë individet. Kauza vazhdon sa të jemi gjallë, jo vetëm në territorin e Shqipërisë, se Shqipërinë e njohin këtë Shqipëri që jemi sot. Unë personalisht kur flas për Shqipërinë, por flas për trojet shqiptare, flas për Kosovën, flas për Iliridën, Çamrinë, trojet Malci, Juginë e Breshevës. Gjitha këto janë pjesë e kombit shqiptar. Ka pas raste kanë dhënë kontributin në mënyrën e vet, nuk mund ta mohoj, por kjo është kauzë që na përket gjithëve tashmë, s'është vetëm e imja. Shiko, çështja kombëtare është shumë në thelb, shumë e rrezikshme për shkak që preken interesa shumë të vaja, sidomos kur përfaqëson një figurë siç është Astaf Melani që është bërë në Gjirokastër. Astaf Melani për pak sa nuk krijoi një incident shumë të madh, për shkak se përfaqëson diçka shumë të madhe, është vrarë nga grekët bashkë me Papa Krishtin e Govanit, kështu që çdo figurë tregoi historinë e vet dhe historinë që lidhet me Shqipërinë. Piktori Bledar Çakalli është i njohur veçanërisht për sjelljen e figurave të shuara në mjedise publike dhe autostrada, duke nxjerrë në duke këto figura që i kanë shërbyer historisë së shqiptarëve në kohëra të ndryshme.